Përshëndetje zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Do të sjell pranë jush sot një histori që në fakt jam i bindur që do t'ju befasoj. Kjo vajzë ka patur guximin të tregoj të vërtetën e madhe që i ka ndodhur në jetën e saj. Tani, fatkeqësisht tradhtia gjithmonë është gjykuar, e thash me fatkeqësi sepse pse i ka ndodhur, nuk i kam menduar, kjo thot se kam bërë me qëllim, thot, ndodhi. Tani thot jam akoma në lidhje me të dashurin që e kam tradhtuar, por siç duket diçka brenda vetes së saj e gërrihet çdo ditë, si I themi ne, që nuk mund ta tregon dot të vërtetën dhe realitetin. Unë njerë do të lexoj letrën që më ka shkruar dhe historinë që tregon, thot. Dëgjoni, domethënë, siç duket është një rikthim në kohë, do ta them unë. Po le ta dëgjojmë. Dashuritë janë shumë të rënda, ato që dashurojnë e din vetë. Fatkeqësisht thot sot ndihem edhe unë pjesë e temës më të madhe që flitet të tradhtisë. Një temë thot që zakonisht e dëgjojmë, e gjykojmë nga jashtë, por rrallë herë flasim për të kur na prek drejt për drejt. Dhe ndoshta, edhe më rrallë flasim për ndjenjat që vinë pas saj, për fajin, për pendesën, për konfuzionin, edhe për frikën. Dua të jem e sinqert, sepse vetëm kështu ka kuptim ky rrëfim. Kam rreth 6 muaj që jam në një lidhje. Por e vërteta është se kjo lidhje nuk ka funksionuar kur siç duhet. Që në fillim, më shumë kemi qenë të zënë, të ndarë, të ftohtë, se sa bashk edhe të lumtur. Ka pasur shumë tension, ka pasur shumë keqkuptime, shumë ndarje që ishin ndarje të vërteta. Edhe ndoshta kjo është edhe arsyeja pse asnjëherë nuk ndjeva stabilitet apo qetësi emocionale. Para se të lidhesha me të, do me thënë me të dashurin aktual, kam dashur shumë një person tjetër, thot. Një dashuri e ftohtë, e heshtur, por e njanshme. Unë e ndjeja shumë, por ai kur nuk ma shpreu qartë se çfarë në fakt ndjente për mua. Dhe ndoshta nga lodhja, nga pritja e gjatë, nga dëshira për të mos qenë vetëm, përfundova duke u lidhur me dikë që në thellësi e dija se nuk e doja vërtet. Ishte një lidhje që lindi më shumë nga nevoja se sa nga dashuria. Pas 3 muajsh lidhje me të dashurin tim aktual, ne u ndam. Ose të paktën kështu e quanim. Në realitet më shumë ishim të zënë se sa të ndarë. Sepse komunikonim çdo ditë. Flisnim, zieshim, pajtoheshim, por asnjëherë nuk vendosnim një vijë të qartë. Në atë periudhë ndodhi një diçka që unë e kisha pritur prej kohësh. Personi që unë kisha dashur më parë, më kërkoi që të lidheshim, do të ka bërë një rilidhje. Pas gjithë asaj kohe pritje, pas gjithë atyre ndjenjave të pashprehura, ai më tha më në fund atë që unë kisha dashur që ta dëgjoja. Dhe unë nuk e refuzova. Nuk e refuzova sepse
ndjeja se ishte diçka që e kisha pritur për shumë kohë. Më dukej sikur më në fund po merrja atë që më kishte munguar. Lidhja jonë zgjati vetëm një javë. Por ajo javë mjaftoi që unë të jepja gjithçka. Emocionalisht, shpirtërisht, apo siç i thon, pa frena. Nuk e refuzova, sepse ndjeja se ishte diçka që unë e kisha pritur për shumë kohë. Më dukej sikur më në fund po merrja atë që më kishte munguar. Në atë moment, unë ndjesha shumë e lumtur. Ndjesha e dëshiruar, e zgjedhur, e rëndësishme. Por ajo ndjenjë fatkeqësisht nuk zgjati. Shumë shpejt kuptova se ai nuk ishte personi që unë e kisha idealizuar për kaq gjatë kohë. Nuk ishte ai që kisha ndërtuar në mendjen time, ishte thjesht një mashtrues ordiner. Dhe zhgënjimi ishte i madh, normalisht, shumë i madh. Ndarja erdhi shumë shpejt dhe bashkë me të erdhi edhe një ndjenjë boshllëku. Gjatë asaj periudhe unë nuk komunikoja fare me të dashurin tim aktual. Ishte një shkëputje shpirtërore e plot. Por pas ndarjes me atë tjetrin, ç'të bëja? U ktheva sërish tek ai, tek i dashuri që ka patur aktual. Tek personi me të cilin isha zyrtarisht në lidhje. Tani thot jemi bashk. Nga jashtë ndoshta duket sikur gjithçka është në rregull. Por brenda meje nuk është. Ndihem fajtore. Pavarësisht se ajo që bëra ndodhi nga dashuria apo nga një ndjenjë fortë që kisha për dikë tjetër. Prap fatkeqësisht mbetet tradhti. Dhe kjo është ajo që më së shumti mua më rëndon. Jam penduar shumë. Ndoshta edhe sepse u zhgënjeva thellë nga personi për të cilin mendova se ishte i duhuri. Ndoshta se kuptova që idealet që ndërtojmë në mendjen tonë shpesh nuk kanë lidhje fare me realitetin. Dhe tani jam përballë një pyetje që më mundon çdo ditë. A duhet t'ja them të vërtetën apo jo? A duhet t'i tregoj se çfarë ka ndodhur gjatë asaj kohe që ishim të ndarë? Por jo plotësisht. Kam frikë se nuk do t'ma fal kurrë, kam frikë se do ta humbas edhe këtë lidhje. Pavarësisht se nuk ka qenë perfekte. Kam frikë se reagimi i tij nga zhgënjimi në sytë e tij nga fakti që mund të më shohë ndryshe përgjithmonë, por nga ana tjetër kam frikë edhe nga heshtja. Sepse ta mbash një sekret të madh brenda vetes është e lodhshme. Të ndjesh fajtore çdo ditë të pyesësh veten nëse po jeton mbi një gënjeshtër, nëse lidhja jote ka një bazë të vërtetë apo jo. Nuk e di cila është zgjidhja e duhur, të them të vërtetën dhe të rrezikoj gjithçka, apo të hesht dhe të jetoj me këtë peshë brenda meje. E di vetëm një gjë, tradhtia nuk është gjithmonë bardhëzi. Pastaj ka histori, ka emocione të pa adresuara, ka mungesë komunikimi, ka njerëz që hyjnë në lidhje pa qenë gati dhe njerëz që qëndrojnë në lidhje nga frika e vetmisë. Nuk po kërkoj justifikim, por kërkoj kuptim, sepse ndonjëherë gabimet nuk mund t'i bëjmë sepse jemi të këqim, por sepse jemi të hutuar, të pambrojtur dhe të etur për dashuri. Çfarë duhet të bën kjo vajzë? Jepni mendimin tuaj.